Guret në vesh dhe intervenimi i tyre me këtë metodë të cilën e spjegove shumë mirë, a mund ta bëjnë të gjithë pavarësisht çfarë smundjera kronike kanë, qofta të moshuar, shtatzona, diabet? Jo, të shtatzonat në asnjë mënyrë nuk bëhet, për shkak se është domethënë goditje me rreze, e para, e dyta si procedurë zakonisht ka nevojë sepse ka dhimbje kur të realizohet, duhet me hap anestezion. Tani është edhe arsyeja e dytë që të shtatzonat nuk gëzojmë me përdor, mandena për shembull nëse është guri në kalikset e poshtme, do me thonë të ureterit, të veshkes, vështirë, se na mundemi me thyme këtë procedurë, pa nuk mundet më gjitë lartë edhe me dalë, për me kalu në kanalin urinare me eliminu mënyrë spontane. Pasaj nëse guri është në pjesën disale të ureterit, ti me këtë pajisje ki vështirë me realizu, sepse janë kockat e komblikut që do t'i ndalin rrezet. Edhe pjesa tjetër është për shkak nëse edhe veshka ose pacienti është me një infeksion urinar, që fillimisht duhet të trajtohet infeksioni, pastaj të përgatitet për këtë seancë, por janë disa arsye, disa rrethona që ne duhet t'i kemi parasysh dhe sot të japim indikacionin për me bë trajtimin me ezvell. Po në raste të tilla ka raste kur nuk vendoset me ezvell, por me ndonjë metodë tjetër. Po, patjetër, varësisht nga çato rrethona, indikacionet e pacientit, indikacioni, gjendja e përgjithshme se mund të tjera shoqëruese, edhe duhemi me realizu procedurat e tjera, deri edhe të ato me kirurgji të hapur. Kjo vlen edhe për fëmijët. Po, patjetër. E njëjta metodë. Po, absolutisht nuk ka ndonjë pengesë që me thonë mos bëjmë me zvel. Kundër efekt, a themi, rrezatimi ose diçka kjo nuk ka, që ta shqetëson. Rrezatimi me këtë pajisin që është në foto mbrapa neve, është veç deri sot të lokalizohet guri. Mandej, procedura që e bën një fazhur me tak, ajo në asnjë mënyrë nuk shkakton rrezatim. Madje që unë po shifet që tu jam pa asnjë pajisje mbrojtëse. Pacienti u shtrit, unë që tu jam pa pajisje mbrojtëse sepse nuk ka rrezatim. Prandaj është një metodë shumë e mirë edhe mbrojtëse edhe për neve si staf, si punëtor, sepse na kemi pacient për ditë dhe atëherë rrezatimi te ne do të jetë shumë më i madh, po është vetëm deri sa të lokalizohet guri, të pozicionohet edhe të fillohen goditjet, atëherë nuk ka rrezatim.